E me ata lot gëzimi kemi qenë gjithë. Kemi qenë gjithë prej kryetarit Vokri, e deri te... Kush kanë qenë kundërshtarët më të mëdhenj të Kosovës në këtë luftën, themi, në këtë betejën për antarësim? Ka qenë ka që janë... Serbia dhe Zvicra ka qenë të dy? Serbia, Zvicra ka marrë një politikë jo deri në kuvend nuk ka qenë e shfaqur publikisht ajo çështja e Zvicrës, mirë po kanë qenë federata të cilat e kanë vetën të rrezikuar me humbë fuqinë e tyre në ekipet e tyre për shkak të futbollit. Serbia dhe vendet tjera që Rumania, Slovakia, vendet që kanë një politikë për afërt me ose në mbështesje për Serbinë, i kemi pas kundërshtar të fuqishëm. Mirë po ne kemi pas mesh edhe më të mëdhenj, kemi pas mesh federatave më të fuqishme, të Anglisë, Gjermanisë, të Francës, Portugalisë, kemi punu sepse në momentin që jemi pranu të pare të gjashtë që kemi dash me e bo, ka qenë që me federatat që jemi fqinje, të krijojmë relacionet mira, edhe me Shqipërinë, edhe me Malin e Zi, edhe me Maqedoninë. Pastaj kemi qenë në federatat tjera që kemi vizitu bashkë me kryetarin Fadil Vokri, për me e fitu mbështetjen e tyre. Po ka qenë një punë e madhe, fuqishme, normalisht pas të harroj Turqinë kemi pas një aleate të fortë në këtë rrugtim, dhe po normalisht që kjo punë nuk ka mujtë më bë veç me neve të komunitetit të futbollit. Normalisht që edhe politika ka pas